Jam Giuseppe, jam 14 vjeç. Në cilën klasë je? Jam tek e nënda, në neve të shkolla Palerm. Deri në cilën klasë ke mësuar në hora? Te hora kam mësuar fina tek e teta shkollë. Neve na mësojmë dhe ma një orë të java të flisim arbërisht. E në ne një në mësojmë për që në neve të shkolla Palerm. E një din të e flasim. Arbërisht këtu kur keni mësuar? Po. E shkruani arbërishtin apo vetëm e flisni? Na e flasim pak e shkruajmë dhe më. Por pak. Shumë pak? Pak. Okej. Ke qenë ndonjëherë në Shqipëri? Një kam klënë nga Shqipëri, por doj vetë me mëmën e me tatën. Më ndjetë njëtë vitë të i venë, për që më përken shumë. A vinë shumë turist këtu? Po, vinë, për që dinë se këto një vend i legë, një vend që tratari ngjindes ku na turisti më pak skartë se tjerit. Okej. Atëherë më thuaj me shoqërinë këtu, a flisni shqip arbërisht mes vete ju të rinjët kur dilni të shqiptisni? Po, na kur dajmë, kur kemi dhe mamik të neve, na flasim gjithë arbërisht.